Nëse thot nuk e moj premtimet që kam dhënë, në fund, mas një viti ja bërheqje. Ka bindë Kjo më ka bindu mu se asë një lider tjetër nuk ka thonë se nëse nuk i moj premtimet ja bërheqje. E votoj Partinë Demokratike edhe atë të bazu në personalitetin e Bedri Hamzës, që është person mund të qenë njerëzisht i rrallë edhe i pashoq kështu në politikën. që PDK-ja e dërgon shtetin përpara. Po normal që të dërgon, se është një ekspert, sidomos ekspert i njohur në ekonomi, që nuk ka konkurrencë. Nuk ka konkurrencë, pastaj ajo shka është me rëndësi, po nisa në premtim të fushatës para 9 muaj ose 10, kur thot se nëse thot nuk e moj premtimet që kam dhënë, në fund, mas një viti ja bërheqje. Ka bindë Kjo më ka bindu mu se asë një lider tjetër nuk ka thonë se nëse nuk i moj premtimet ja bërheqje. Kjo ka A mendon që kishte me dhonë me të vërtet dërheqja? Jam shumë i bindu së njërë stabil, është nuk u karrierist, e shë qartjen e Kosovës, që qartjen personale të vetëm, thash edhe është, me gjithë të është mbi partija. Faleminderit shumë për Ka gjo,